zotin Hajro Limaj. Ish atashe ushtarak në Republikën e Shqipërisë 94-2001 dhe ndërtarit të madhe ja shtetit. Po, zoti Hajro. Ka shti kush janë ato hapat që ka bërë Instituti i Sigurisë Kombëtare për ditë e fundit? Instituti Politikave të Sigurisë Kombëtare me mua në krye ka gati 2 vjetët e fundit që ka shtruar me forcë të madhe kërcënimet të Shqipërisë për eksistencën e mëtejshme të saj. Për faktin se qeveritë shqiptare në vazhdimësinë e tjetrës vunë zbatim genocidin ekonomik për largimin e 2.1 milion shqiptarëve nga dheu dhe lënien e prindërve pa familjet e tyre. Nga ana tjetër, 780 personistë bëjnë luftë për mbijetuar, ndërsa ka shqyrtuar të klasë politike me oligarkët e media dhe oligarkët ekonomik pushtuan të gjithë pasurinë kombëtare, ku 95% e kësaj pasurie sot është vetëm në duart e 3.5% të shqiptarëve dhe mafjas botës. Por problemi u thellua shumë kur Edi Rama u zhvesh fare nga politika e tia antikombëtare, antishqiptare, me dhënien e Izraelit Zvonesit, mafjas ndërkombëtare, me marrëveshje offshore dhe me pasoja të mëdha të stabilitetit të vendit. Pra, Shqipëria sot nuk ka më 28.000 km2. Është shkel në 1, 2 dhe 3 kushetutës, është dhënë sovraniteti i Shqipërisë dhe kryeministri nuk largohet nga detyra sepse di që largimi i tij ku do përfundojë, por në tepër nuk e lë Izraeli, nuk e lë Serbia, nuk e lë Sosit, se humbasin interesat e tyre strategjike në Shqipëri. Për këtë qëllim, po dhe funit disa herë në media televizive dhe në shtypje kemi trajtuar të problemin me shumë gjatësi dhe me argumenta për të shmangur të që shpërtheu. Populli dhe veçanërisht rinia e pa që kjo politikë ndërshare i solli dramën në shpërtheu Shqipërisë në hundë këmbë. Brenda Shqipërisë dhe asaj, të cilën unë ditën që diaspora në firme e komunës saj dhe fola para diasporës dhe parashtova rrugë të zgjidhjes. Neve problemin po të shtetë demokratik kemi shumë të thjeshtë. Tërheqja e kryeministrit dhe zgjidhjet e problemeve rrugë demokratike. Ashtu siç i bëjnë Anglia, Gjermania e shtetet e tjera që largohen kryeministrit dhe brigadier vogël. Ndërsa Edi Rama ka 30 vjet populli në këmbë dhe ai nuk e lëshon karriken për gjymahe që ka se dhe vendi. Përgjegjësi të rëndë për situatë ka gjykata kushtetuese, e cila paguhet nga populli shqiptar dhe ka me detyrim ligjor që menjëherë të merrte në analizë të marrëveshje anti-shqiptare, antikombëtare dhe t'i anullonte menjëherë, siç u bë anullimin e 225 provetave vetare. Po gjykata kushtetuese flegjun dhe ne i dorëzuam dokumentin me akuzë përkatëse, duke marrur dokumentin që dorëzuar nga jonë për të vetur sa më shpejt. Dhe në vazhdimsi të kësaja ju drejtuam zyrtarisht me shkresë zyrtare spakut për të vepruar urgjentisht për kërkesë heqjes së imunitetit të Edi Ramës, arrestimin e tij dhe më teja krimin e qeverisë teknike, jo partijake, 1 vjeçare me akademik dhe adhetar dhe profesor jashtë çdo lloj partie. Dhe në muajin e 8 kësaj qeverie të bëhet referendumi popullor ku populli me votën e saj të vlerësoj ligjet nga viti 92 deri më sot të Berishës Ramës, ato të cilat nuk i pëlqen t'i hedhë poshtë dhe rezultatet e këtij referendumi të jenë të pasuruar pasaj kushtetues. Njëkohësisht kërkuar që presidenti i Republikës të zgjidhet nga populli në referendum. Është kërkuar të rritë ulje deputetët nga 140 në 80,
është kërkuar që të ulet rroga deputetët nga 4.500.000 në 2 milion dhe të ngrihet pensioni i ulët në 400.000, 100 qendra teknike. Dhe më tepër është kërkuar i vendosja e ligjit me vdekje, dënim me vdekje për politikanët dhe shtetarët të cilët bëjnë veprimtari të tradhtisë suverenitetit territoriale dhe kryen veprimtari të krimit të organizuar ka shi ekonomisë Shqipërisë. Pra, problemi është populli duhet të kërkojë zgjidhje reale, sepse në këtë situatë Rama mund të kërkojë zgjidhje prishje parakoshme dhe nuk ka zgjidhje, po do të Rama do vijë tjetër, do vazhdoj kjo strategji politike e vazhdimit të shkatrimit të Shqipërisë. Duhet komplet përmirësimi i sistemit politik, ekonomik, diplomatik dhe të mbrojtjes të viteve të 92 deri më sot, të bëjmë Shqipërinë e lirë, shqiptarët të marrin pronë e tyre dhe shqiptarët brezon Shqipërisë. Kryeministri nuk është pronar, është menaxher, përsa ko është kryeministër. Nëse Edi Rama po të ishte pronar dhe shiste të merrte lekët, po ai fal fare agenturas dhe mafjes huaj. Faleminderit.